Okej, Ilan Tashi është një artist, muzicient, dizajner grafik, profesor fakultet, autor I librave. Po, si filloi kjo dashuria jote për librat, për me shkru librat juve? Kjo është libri I tretë imi, për ndryshe, libri I parë ka qenë lidhje për dizajnin grafik, I dyti për Skënderbeu, dhe I treti tash për Ali Pasha Tepelin. Si kam fillu bas studimeve të mia, hulumtimeve shumë vjeçare, veçanërisht gjatë Skënderbeut të Kumvaret që edhe një personalitet I kemi shumë të rëndësishëm si Ali Pasha Tepelin, një shqiptar I Po. cili ka qenë një administrator I një territori shumë të madh shqiptar në fund të shekullit 18, fillim shekullit 19. Edhe tash e kemi një përmbledhje të Po, atëherë ju e cakët që jeni edhe profesor, po të njëjtën kohë dhe po botani libra, po shkruani libra. Shkruani, shtëpia botuese. Shtëpia botuese. Patjetër. Ku ju flan më shumë zemra? Si profesor apo si shkrimtar? Profesor me studenta, I du shumë studenta. Ne kam 200-300 studenta, se jap shumë landë, si muzicient, për vitit 82, marrë pjesë të bende. Tash përgatitet 2 këngë, 3, shumë shpejt do del spot I ri. Apo? Shumë shpejt, ka më të javën tjetër. Edhe kom formu dhe një band të ri, tash me një generatë timen, me 2 djemë shumë talentu. Dhe ku më flenë, gjithë kam flenë. Shpirti jam është artistik. Unë jemi ndonë. Po, artist aftëri, çka ju kishe thonë përderisa po I shohim që po mirë? Artist tash varësisht në çfarë fushë të artit. Do të thonë artista të vizual, do të thonë dizajnit apo muzikor. Në përgjithësi, krejt artistave që për shembull mirën veç me një projekt. Unë mendoj që duhen me studiu, me hulumtu më shumë edhe historinë të kaluarën. Do të thonë muzika nuk fillon prej ditës sotit. Piktura nuk fillon sot. Arti nuk fillon sot. Do të thonë duhet të shikojmë këta çka kanë bërë para neve, që ti marrim referencat, se çka është mirë, çka s'është mirë. Po.